5, 4, 3, 2, 1, po shkoj. Sot, pothuajse për gjithçka e pyesim ChatGPT-n apo chatbotët e tjerë të inteligjencës artificiale, për punë, për receta, për probleme me ndonjë pajisje e deri te këshillat më të thjeshta të përditshmërisë. Por çfarë ndodh kur për shëndetin i besojmë aq lehtë sa për gjërat e tjera? A e dim kur AI na ndihmon e kur mund të na rrezikoj? Pikrish për këtë do të flasim sot në podcastin 5 pyetje me doktor Dardan Albani, bashkëthemeluesi i klinikës digjitale, për të kuptuar se ku janë kufijtë e përdorimit të inteligjencës artificiale në këshillat mjekësore. Përshëndetje doktor dhe mirë se erdhët në podcastin 5 pyetje. Faleminderit për ftesën. Do të nisim me pyetjen e parë nga 5 kryesorët, sipas jush kur është e pranueshme që qytetarët të përdorin inteligjencën artificiale për këshilla mjekësore dhe kur fillon e njëjta të bëhet e rrezikshme. Pra, siç e përmendët, edhe inteligjenca artificiale çdo ditë më shumë po gjen përdorim në çdo aspekt, po edhe në aspektin e pyetjeve shëndetësore që i kanë pacientët. Pacientët pra mund të bëjmë pyetje për çdo ankesë që e kanë, çdo simptom që e kanë, dhe inteligjenca artificiale mundson atyre një përgjigje për atë. Mirë po përgjigjja e cila të ofrohet është një përgjigje mesatare e cila vlen për një numër sa më të madh pacientëve. Nuk do të thotë që vlen për rastin specifik dhe ka mundësi edhe të jetë edhe e gabuar. Për këtë arsye, inteligjenca artificiale do të shiqohet në atë aspekt që informatat cilat merren nga ajo të jenë më shumë si mënyrë për të kuptuar simptomat cilët i kanë, ankesat shëndetësore dhe për të lehtësuar komunikimin me mjekun cilin ata e bëjnë, domethënë pas kontaktit me inteligjencën artificiale. Pra nuk e zëvendëson komunikimin apo konsultimin me mjekun, mirë po mundson që pacienti të ketë informata shtesë, të jetë më informuar për shëndetin e tij, të jetë më informuar për problemet shëndetësore dhe i përgatitur për konsultën me mjekun. Kur fillon rreziku në këtë drejtim? Po rreziku fillon kur kur pas komunikimit me inteligjencën artificiale, këshilla merret drejt për trajtim dhe nuk pason pra konsultimi me mjekun pas komunikimit me inteligjencën artificiale dhe para trajtimit. Pra, e dim që shpeshherë kur pyet ChatGPT për një problem shëndetësor që ke dhe të jep disa rekomandime çka të përdorësh, ani pse vazhdimisht rekomandon që kontakto se komunikon me mjekun. Sa është e rrezikshme të përdorësh medikamente të caktuara që mbas edhe mund blehen pa recetë, por ti përdorësh ani pse nuk ke pas kontroll me mjekun? Rreziku është shumë i madh edhe në raste pra sëmundjeve kronike, mirë po është edhe në raste të sëmundjeve akute pra në emergjenca të caktuara, ku pacienti ndoshta nuk e kupton seriozitetin e ankesave të tij shëndetësore, edhe mënyra se si e komunikon me inteligjencën artificiale, pra këto large language models si ChatGPT, mënyra se si funksionojnë varet edhe nga përdoruesi, pra nga mënyra se si e shtrohet pyetja nga pacienti. Dhe nëse mënyra se si formulohet kjo pyetje nuk është e duhur, atëherë edhe përgjigjja do të jetë po ashtu e gabuar dhe udhëzimi mund të jetë nga ChatGPT në atë mënyrë që të ndihmoj pacientin se si domethënë të kaloj simptomat, ndoshta ajo dhimbje të largohet, të marrë ndoshta një analgetik, pra një hap cili e kalon dhimbjen, mirë po nuk trajtohet problemi bazë, e cila mund të jetë një sëmundje me rrezik për jetën. Në këto raste pra për këtë arsye pra është e domosdoshme konsultimi me mjekun. Pacienti e ka synim vetëm të ndjehet më mirë, të kalojë simptomat, dhimbja, mirë po tek ne në mjekësi dhimbja dhe simptomat nuk shihen domosdoshmërisht si diçka negative, për shkak se ato janë shenjë që ka një problem shëndetësor më të thellë. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të ekzaminohet, të analizohet më thellësisht pse po vjen kjo dhe të trajtohet pra në bazë, në themel problemi shëndetësor.
Dalim tek pyetja e dytë, doktor, ju jeni edhe profesionist i fushës, ndoshta edhe si radiolog e keni testuar edhe ndonjëherë vet. E dim që chatbotët gjenerojnë informacione dhe dhëna nga gjithçka pothuajse që ka në internet. Sa janë sakta përgjigjet që na japin për kërkesa ose këshilla mjekësore? Pra, ashtu siç e tha, dhënat cilat i marrin këto, cilat i merr inteligjenca artificiale janë nga mbari interneti dhe ka ne edhim edhe vetë që ka mjaft informata të gabuara të cilat janë në internet. Pra, informata të cilat rrjedhimisht do t'i merr pacienti, ka ekziston një gjast reale që t'janë të gabuara. Për më tepër edhe siç e përmenda, do të trajtohet në mënyrë individuale. Pacienti, domethënë simptomat apo ankesat të cilat ai shënon janë diçka e përgjithshme që mund të vlejnë për një numër më të madh pacientave, mirë po trajtimi do të jetë individual, për shkak se pacienti mund të ketë edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, të cilat me terapi të caktuara apo me bana të caktuara mund të kenë ndonjë komplikim të mëtejmë. Do të konsiderohet pra pacienti si tërësi dhe jo vetëm sëmundja apo ankesat si entitet i ndarë. Për këtë arsye pra është një trajtimi nga ana e mjekut e mundson edhe konsultimi me mjekun, anamneza, pra marrja e historisë mjekësore e mundson që të shiqohet pra tërësisht ankesat e pacientit, ndërsa informatat cilat merren nga interneti mund të shërbejnë si mënyrë për të mësuar. Janë përgjithshme po s'lidhen me shëndetin tënd ndoshta personal. Po, pikërisht, pra informata që janë përgjigje të cilat janë mesatare që vlen për një numër sa më të madh pacientëve, pra në këtë mënyrë mundohet të sigurohen që përgjigja të jetë sa më saktë, mirë po në njëjtën kohë ekziston një përqindje për të cilën kjo përgjigje nuk do të vlen. E keni testuar ju personalisht ndonjëherë si radiolog nëse një përgjigje që ju e dini nga njohuritë juaja profesioniste është apo ju e saktë nga AI? Po, pra në fushën, përveç, domethënë, në fushën e mjekësisë, në radiologji, besoj edhe gjithë cilët përdorin inteligjencën artificiale janë ekspert në fushë të caktuar, secili mund të vrej në pyetje të caktuara që ka pasaktësi. Edhe në fusha të tjera është më rëndësishme mos ketë gabime, mirë po në shëndetësi gabimi mund të ketë pasojë jetën e njeriut. Për këtë arsye një gabim sa do i vogël në shëndetësi nuk është e rëndësishme të parandalohet. Edhe pra prej përvojës së cilit mundem më bazu që nëse je ekspert në fushë do të vresh lëshime të caktuara të cilat i bën inteligjenca artificiale, edhe mund të përdoret si mjet prej secilit profesionist për të arritur në përfundime të caktuara, mirë po kur e din çka ka kuptim, çka nuk ka kuptim, përdoret më ndryshe në krahasim me dikën që nuk ka shumë njohuri në atë fushë. Në pyetjen e tretë, zotri Albani, ju e thatë pak a shumë që nuk është e barabartë asnjëherë një vizitë tek mjeku me një konsultim me inteligjencën artificiale, por a mund vi dita ndonjëherë që inteligjenca artificiale të zëvendësoj mjekun tradicional, ndoshta në dimensione më të avancuara të kësaj fushë? Po, domethënë ne jemi edhe vetë dëshmitar për progresin e madh të inteligjencës artificiale, të cilën po e vrem nga dita në ditë dhe është edhe një farë mënyre për mendjen tonë është edhe lehtë edhe me paramendu zëvendësimin e profesioneve të ndryshme, pra nga inteligjenca artificiale, mirë po në aspektin e shëndetësisë dhe të mjekut është gjithmonë edhe aspekti human, ose domethënë i empatisë, i bashkëndjenjes, bisedës me një pacient, cila s'mund ta bëj këtë inteligjencë artificiale? Realisht mund të simuloj, mund të tentoj ta bëj, mirë po ndjenja e bashkëbisedimit është diçka e cila është tërësisht humane dhe njerëzore. Po edhe në aspektin edhe të njohurive, ashtu siç e thash, pjesa e kontaktit me pacientin
nuk është vetëm edhe pjesa e empatisë, mirë po është edhe pjesa e ekzaminimit, është pjesa e analizës të pacientit, mjek me përvojë, me kontakt vazhdueshëm me pacientin, din edhe të analizojë në bazë të sjelljeve, në bazë të pamjes, pastaj edhe në ekzaminimit fizik, më hollësisht problemet shëndetësore të pacientit. Ne, do më thonë, në klinikën digjitale jemi pjesë e disa projekteve të ndryshme, duke përfshirë edhe projekteve të integrimit të inteligjencës artificiale në robotik, ku, do më thonë, analizojmë edhe mundësinë e përdorimit të robotëve, për shembull, për të ofruar këtë lloj bashkëbisedimi, sa më të integruar ashtu në përditshmëri, për me lehtësu qasjen në inteligjencë artificiale, për njëjtën kohë edhe për pacientin, po edhe për mjekun me lehtësu ngarkesën, në mënyrë që nevoja, ekspertiza e mjekut të përdoret vetëm atëherë kur me të vërtet është me rëndësi. E domosdoshme, po. Edhe apo nis ky rrugtim ndoshta nga vetë mjekët. Sot dëgjojmë shumë raste në Kosovë kur shkon tek mjeku për një kontroll dhe mjeku ndoshta për problemin tënd shëndetësor pyet ChatGPT-n. Megjithëse ai mund të ketë ekspertizën e tij profesionale, mund të ketë vetë këshillën që mund t'jap, po ka raste kur edhe pyesin vetë mjekët ChatGPT-n. Apo nisin ndoshta vetë mjekët këtë rrugtimin e zëvendësimit. Po, në atë aspekt është... Sepse nëse unë shkoj tek mjeku, tregoj këtë problem dhe shoh mjeku që pyet ChatGPT-n, kjo mund të më krijoj mundjenjën që s'kam nevojë për ty, e pyes vetë ChatGPT-n. Po, pikërisht, po ato edhe siç e folëm pra përgjigjet e inteligjencës artificiale së ChatGPT-s varen edhe nga përdoruesi, nga mënyra se si ti e shtron pyetjen. Për njëjtën kohë edhe për të pasur mundësi për dalluar çka është e saktë, çka nuk është e saktë, të duhet një uri paraprake. Po mendoj në secilën fushë përmes përdorimit të inteligjencës artificiale mund të shtrosh pyetje, mund të marrësh përgjigje për secilën fushë që është e mundur, pra edhe përgjigje mjaft detajuara, mirë po secili ekspert din të dallojë lëshime. Në rast se mjeku komunikon me ChatGPT-n, është një nivel tjetër në krahasim me ato se si do të pyetjet që do të shtrohen nga ana e pacientit. Po njëjtën kohë edhe ajo çka merret në fund si përgjigje, çka merret në konsiderat nga përgjigja e ChatGPT-s, është një aspekt tjetër. Interpretimi i mjekut mund të jetë tjetër nga i pacientit. Pikërisht, për shkak se mjeku e ka një këndvështrim edhe një pikpamje të plotë, domethënë gjithë simptomat e pacientit, historisë, gjitha këto dhe po ashtu edhe njohurive mjekësore të fushës, cilat mund të interpretoj në mënyrën e duhur. Në pyetjen e katërt, për te kësaj fushës së mjekëve, apo krijohet në popull, në shoqëri ndoshta një kulturë ku njerëzit e shmangun mjekun dhe i besojnë më shumë këtyre teknologjive të reja, pa një verifikim profesional të problemeve shëndetësore? Po, është pyetje shumë e duhur, unë mendoj që dyjat e kanë vendin e saj, mendoj që ChatGPT, po edhe në përgjithësi, shërbimet digjitale shëndetësore, avantazhin që kanë ndaj domethënë mjekësisë tradicionale fizike është qasja. Domethënë për pacientin është shumë a lehtë nëse vetëm hyn telefon edhe e shtroj një pyetje edhe marr përgjigje me një herë edhe për trajtimin e më të tjeshëm. Në klinikën digjitale për shembull kemi shërbimet online, tërësisht online, që pacientët tanë janë falënderues për mënyrën edhe lehtësinë që ofrohet për qasjen shërbime shëndetësore. Nuk kanë nevojë pra të shkojnë të presin radhë. Por nëse flasim për këtë pjesën vetanake, ku vetë njerëzit, pa pas një klinikë veçantë ose një mjek të tillë, e përdorin më shumë inteligjencën artificiale ose teknologji të reja për t'ia gjetë zgjidhjen problemit vetë shëndetësor dhe duke shmang mjekun. Apo krijohet një kulturë e tillë apo jo? Po, unë mendoj domethënë kthehemi tek qasja, pra mendoj që është një mjet i ri, i cili mund të përdorin për të komunikuar
ndoshta pacienti ka edhe tendencën që t'jeti i kënaqur me atë përgjigje dhe thotë okay, e bona e ndjeka këtë hap cilin ma këshilloi ChatGPT edhe po ndina më mirë, s'kam nevojë për mjekun, herën tjetër kur e kam të njëjtën ankesë, vazhdoj. Edhe kjo mund të shtyj pastaj trajtimin e duhur të atij pacienti derisa vjen në pikë ku ndodh ChatGPT mos e bë zgjidhje. Po, ndodh një komplikim edhe për këtë arsye mund të ketë tendencë për shkak se pacienti është i kënaqur me atë përgjigje, mirë po pacientat duhet të kenë kujdes. Dhe gjithsesi unë do të rekomandoja pas çfarëdo konsultimi, çfarëdo ankesë, çfarëdo ankese që e shtrojnë me ChatGPT, prap një konsult mjekësore dhe pse jo, gjitha ato pika të cilat i kanë diskutuar me ChatGPT t'i ngritin edhe me mjekun të thonë kështu kam lexuar, kështu më ka thënë inteligjenca artificiale këtë rekomandim, pse nuk është kjo smundje, pse nuk është kjo. Unë mendoj që diagnoza edhe trajtimi i pacientit do të vjen si rrjedhoj e bashkëpunimit mes mjek pacient. Nuk është ndoshta më herët ka qenë mjeku ka thënë kështu edhe bënë këto edhe mirë po është një bashkëpunim ku edhe pacienti do të kuptoj shëndetin e tij, ankesat e tij, çka është praktikisht cili është problemi i shëndetësor. Inteligjenca artificiale, qasja në internet në përgjithësi e mundsojnë këto, e lehtësojnë këto. Edhe pastaj edhe komunikimi me mjekun do të jetë në nivelit më të lartë, në mënyrë që edhe pacienti të kuptoj qartë problemin e tij shëndetësor, trajtimin, çka do të thotë konkretisht. Ju përgjigjet pak a shumë edhe në pyetjen time të pesë dhe të fundit, sa i përket mënyrës së përdorimit, por në përgjithësi, cili është rekomandimi juaj për qytetarët se si të përdorin inteligjencën artificiale për këshilla shëndetësore, ta zëm specifikisht, nëse kemi një raport mjekësor, një raport analizash, a është e mjaftueshme nëse e fusim në njërin prej chatbotëve, na lexoj dhe të na tregoj çfarë po thot, njëjtë sikurse t'ja dërgojmë një mjeku për të na lexuar. Po analiza laboratorike tregojnë vetëm një aspekt të shëndetit një pacienti. Pa u konsideru pacienti si tërësi me gjitha ankesat që i ka, me gjitha. Po ta zëm kemi bërë një inqizim specifik diku në trupin ton, kemi raportin për të, është tërësisht me terma mjekësor që një qytetar i thjesht s'mund të kuptoj, ChatGPT mund të jap versionin e saj të leximit. A mjafton kjo apo duhet edhe mjeku specialist ta lexoj? Po, domethënë pikërisht edhe këtu ku domethënë nëse flasim për analizën e inteligjencës artificiale të inqizimeve të imazherisë, është një fushë shumë e rëndësishme ku edhe vetë jam i inkuadruar pra në radiologji, edhe vazhdimisht thuhet që dalin lajme në 5 vitet e ardhshëm nuk do të ketë më nevojë për radiolog për shkak se inteligjenca artificiale do të bëjë interpretimin edhe më saktë, do të ketë mundësi të detektoj lezionet edhe shumë kohë më parë para se të para manifestimit të smundjes. Mirë po duke qenë edhe vetë në fushë edhe në përditshmëri, unë shoh inteligjenca artificiale fillimisht do të shërbejë si mjet për me lehtësu përditshmërinë e mjekut, radiologut, ku nëse shiqojmë 10 vitet e fundit, numri i imazherive të cilat bëhen çdo ditë është çdo herë më shumë rritje. Në 10 vitet e fundit është rritur diku për 100%. Pra, ku numri i radiologëve është rritur, domethënë deri në 30%. Pra i fotografimeve që është jetë në popull që i bëjmë zakonisht tek mjeku. Domethënë qoftë një radiografi e mushkrive, një CT, rezonancë magnetike, gjitha modalitetet janë rritur. Edhe kjo e rrit ngarkesën pastaj për radiologun, edhe nëse shohim, domethënë studimet e fundit tregojnë që mesatarisht një radiolog ka diku 4 sekonda për një imazh për të analizuar 4 sekonda kohë për të analizuar një imazh. Që është kohë mjaft e shkurtër edhe me sipas studimeve pra me uljen e kohës për interpretim për 50% rritet edhe gjasa për gabime në interpretim rreth 18%. Duke marrë parasysh këtë rritje në numër të imazherive, zvoglim sa i përket kohës që duhet për interpretim,
duhet gjithsesi të gjetë një zgjidhje në mënyrë, një ndihmes që e lehtëson këtë ngarkesë. Edhe pikërisht këtu në shoh përdorimin e inteligjencës artificiale ku së pari në spitalin ku punoj në Gjermani ne vetë se kemi disa softvere të radiologjistëve të përdorim me inteligjencë artificiale për detektimin e lezioneve, mirë po ato vetëm domethënë na shërbejnë për me të prezantojnë imazhe të caktuara të cilat mund të jenë dyshimta, për vendimi prapë se prap merret nga ne për shkak se shpesh ndodh që të jenë fals negativ apo domethënë pa sakta. Për këtë arsye nevojitet gjithmonë edhe interpretimi nga specialisti, nga eksperti i fushës për të vendosur se a është diçka me të vërtetë dyshimt. Pra, së pari do të jetë si mjet i cili do të lehtësoj punën e mjekëve, radiologëve dhe pastaj me kohë ndoshta do të jenë edhe një kohë që do të zëvendësoj tërësisht, por gjithmonë është edhe te pjesa e inteligjencës artificiale kush e merr përgjegjësinë pastaj për atë vendim, për atë interpretim. A është përgjegjësia pastaj tek inxhinieri, te kompania që ka zhvilluar software, a është tek instituti i cili është duke e përdor, a është tek kompania që ka zhvillu pajisjen. Domethënë përgjegjësia është diçka cilën mendoj edhe për nga ana pacientit të ketë besimin e plot që një software ka jap një raport i cili thotë nuk ka asnjë problem shëndetësor, mirë po pacienti e din që ende ka ndonjë ankesë, ka nevojë edhe për ekspertizën e mjekut, pra si vendim final. Mund të jetë ndihmes pra inteligjencë artificiale, po jo vendimtare për këshillat ose për sugjerimet mjekësore. Faleminderit shumë zotëri Albani që ishit pjesë e podcastit dhe për bisedën që zhvilluam bashkë. Faleminderit për ftesën. Dëgjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ky ishte podcasti 5 pyetje me temën se sa ti besojmë këshillave mjekësore të inteligjencës artificiale. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.